Kjo është nata e fundit e pushimeve dhe darka e fundit që unë do ha, sepse për 3 ditë ose mbas edhe pak më shumë se 3 ditë do bëj fasting. Çfarë kam marrë? Ishte një salmon i mbushur, ishte një miq xhedeti, perime të zjera dhe një polenta. Kjo është të marrë ca ëmbëlsira. Darka e hëngrën, tani është momenti i ëmbëlsirave, se po na merret e goja. Kur mendojmë që do rrim mbi 3 ditë pa ngrënë. Shpresoj të dalim. Këtu ka shumë gjëra të mira. Andaj komplete të hapësira tjetër, ëmbëlsira. Këto janë ëmbëlsirat që mora, e di e kam tepruar, por nga ky moment në vazhdim nuk kam marrë ëmbëlsira për një muaj. Kuptohet përveç ëmbëlsirave të shëndet të ëmbël që ata mund t'i ha. Ua, duket fytyra sa është çarruar nga ushqimi i mirë. Nuk më besohet. Zgjove me që mbas gati sa orë u bën total? Që kemi dal nga hoteli të me? Që kemi dal nga hoteli? Po. 8:30 kemi dal nga hoteli. 16 orë. 8:30, po i thon 8:30 minus 3, 5:30 me orën shqiptare, kështu që 17 orë. 17 orë. Mbas 17 orësh ustim, jemi më në fund tek rrethrotullimi i Selitës. Jo? Jo, po, në rregull, më ke dhe i gjysmë ore me siguri këtu për t'ik dhe në shtëpi. Edhe mos haro që na hapën në kufi në Kosovë. Na kontrollonin gjithë valigjet, ju dukem si terrorista. Shumë e çuditshme. Po që kemi qenë se s'ka ndodhur kurrë. Po lërë atë e mos pika për ka shumë përshtypje tomë. Po, nuk e di, eksperienca me të drejtën me aeroportin e Kosovës si në vajtje si në kthim nuk ishte absolutisht fare pozitive. Në kthim na hapën valigjet, po shikonin se keni shumë palë këpucë, më thanë. Tash, po vim nga 2 javë pushime, po pse kaq palë këpucë? Nuk di domethënë. Çfarë të thuash, po acarova nga nerva, gjithsesi më duk totalisht pa sens, nuk na kisha bërë vakimet vërtet. Në asnjë vend botës, në kaq sa udhtojmë net, na hapin një valigjet. Na kërkojnë llogari pse kemi familje, domethënë hapni të gjithë 16 orë udhëtimin, ne duhet të hapni me gjithë valigjet, i tregonim atyre mbathjet e lara dhe të palara, çfarë anë i kishim gratë majt, gratë djathtë. Çudi e madhe. Iku, rruga kishte shumë bore gjitha këto, po jemi më në fund afër shtëpisë. Po ideja kësaj viti është për fasting, nuk ishte për ankesat. Unë po bëj po. Po s'ka problem, sepse është interesante që të fusim edhe ankesat tek tuk. Për të tregoj 20 orë e 31 minuta e 18 sekonda fasting. Po thuaj se po bëhet një ditë, jam okay, e vetëm gjë që ka qenë kam pirë pak ujë se në fakt edhe ujë nuk kam pirë shumë, duhet pi më shumë se kur bëjmë fasting gjatë duhet pim shumë ujë, po kam pirë këtë kafe në rrugës, ja mora në aeroportin e Prishtinës kur ndaluam dhe pim rrugës që ku injektome dhe jam shumë okay. Kështu që në shtëpi dhe të vështirë kur të vendos këtyre ushqimin, është gati, s'përgoj fejnë që është bosh, po porositem tek Healthy Delicious dhe më ka quar babi në shtëpi, për që jam marrë edhe Tomi të marrë. Unë do frisyt, po jam shumë e vendosur që ta bëj këtë 72 orë. Hello njerëz, është ora 9 e darkës, ne erdhëm në shtëpi, unë bëra ca pune, pas mora me valigjet, i zbraza, i futa disa nga rrobat për lar, por ka dhe shumë të tjera që duhen lar. Dhe vazhdoj të jem pa ngrënë. Jam bërë 28 orë e 39 minuta të miku. Ja, gati po kapen 29 orët. Ndihem shumë mirë me të drejtën, realisht ndihem shumë mirë, nuk kam oreks fare. Thjesht kur jam për shembull në Instagram, dhe më del një ushqim përpara, më shumë po është nepsi më shumë, është ngacmimi kështu, po nuk kam uri. Nesër do jem që në mëngjes në përputhen, sepse është dita që kam gjithë ditën xhirime, kështu që besoj do ta kem më të thjeshtë, sepse nuca ke mundjen do jem e angazhuar, pastaj kur të vi në shtëpi mbas ditën në darkë kalojnë ato orët, kështu që besoj se 2 ditë e para do kalojnë
mirë. Të shohim, të shpresojmë, sepse jam shumë e vendosur që të shkoj deri në fund. Është ora 9:05. Unë sa po parkova në parkimin e Top Channel, do shkoj të lyhem, bëj grimin, të rregullohem dhe kemi xhirimet e përputhen sot. Sa orë u bën që jam pa ngrënë? 40 orë e 29 minuta e 54 sekonda. Ndihem vërtet shumë mirë, shumë mirë. Nuk kam asnjë problem, nuk ndihem as e lodhur, as e kputur, as dhimbje koke, nuk kam as uri, asgjë. Shpresoj shumë që të më zgjasi sa më tepër. Kjo gjë motivon që ta mbaj më gjatë, pra në mendjen time e di që do shkoj shumë lehtë çdo gjë, edhe nuk do kem probleme dhe tundime, probleme do kem, siç e kam thënë shumë herë kam për të tjerë, problemi vetëm është që ti mund të tundohesh, mund të ndihesh shumë e kputur. I kam thënë dhe Tomit që dhe Amara është e vjera dhe do hanë vetëm atje, duke ma bërë më të lehtë, sepse jap shumë mëngjesi bëra Tomit atë mëngjesin, edhe po prapë ndjeva goxha mirë, realisht nuk pata tundime, nuk pata që ta bëja kështu me mundim të madh kur që bëja Tomit mëngjesit, jo. Ku flas për ushqim fillon më gurgëllon pak stomaku. Por jam mirë. Ika tani dhe do shihemi mbasi të mbaroj xhirimet, sepse aty do të tregoj edhe pak më gjatë se pse jam duke e bërë këtë gjë dhe pse më kam folur shpesh herë për fasting. Madje keni edhe këtu në videot e mia në YouTube një video shumë gjatë ku unë flas për fasting dhe shpjegoj për gjitha të mirat, mund të futeni dhe ta shikoni. Ja ku jam, është ora 9:20 e darkës. Unë kam pak që kam marrë nga xhirimet e përputhen. Jam bërë 52 orë e 13 minuta e 59 sekonda që unë jam pa ngrënë, kam pirë vetëm ujë dhe një kafe dje dhe një kafe sot, sepse gjatë fasting që unë bëj për shëndetin, mund të pijet ujë dhe kafe dhe po ashtu çaj, po jo çaj bio, jo nga ato çajet me sheqer të pazareve. Si ndihem shumë mirë, jam shumë okay me energjinë, nuk ndihem e lodhur. Në këtë moment e gjatë ditës nuk kam pasur fare oreks, në këtë moment e ka filluar më hart. Po është më shumë çështje, pra, është më shumë mendja. E kuptoj dhe vetë që është mendja sesa uri tamam. Do të thotë ajo ideja që ti di, mbaro përputhen, vjen në shtëpi dhe zakonisht shumë ha, mbas xhirimeve, është fakti që më dalin gjëra nëpër Instagram edhe më tundojnë, po jam shumë okay, kështu që besoj që do shkoj shumë mirë deri nesër. Arsyeja pse po e bëj fasting, jo, nuk është për të dobësuar, sepse përkundrazi sa i përket qëllimeve që un kam, që janë të kem masë muskulare, të vendosa më shumë masë muskulare, fasting nuk të bën mirë sepse 3 ditë pa ngrënë të ndikon tek masa muskulare, dhe un nuk po rri pa ngrënë që të dobësohem, pa shkak se shumë njerëz e bëjnë këtë gjë, dhe fasting të ndihmon edhe me pjesën e uljes së masës djamore, po unë bëj mbi gjitha për shëndetin, sepse unë jam një fanatike dhe një partizane e fasting në gjithë të vite që e studioj, jam e marrosur nga konkluzionet në cilat ka arritur shkenca dhe studimet e ndryshme. Nobeli më i fundit në mjeksi u fitua pikërisht nga një studiues japonez i cili ka studiuar në lidhje me procesin e autofagisë, që është ajo që ndodh gjatë kohës se ti mban fasting të gjatë, dhe që ta thënë shumë shkurt është procesi në cilin qelizat rigjenerojnë veten e tyre. Qelizat e këqija, të cilat janë të dobta dhe duke mos u ushqyer, sidomos me burimin kryesor të ushqimit për qelizat e këqija që është sheqeri, dobësohen akoma dhe më shumë dhe vdesin, se mund ta them kështu, dhe qelizat e mira, të cilat po ashtu, dhe ato dobësohen gjatë procesit të fasting, por duke qenë më të mira dhe më të fuqishme, han këto qelizat e këqija në trup dhe ato arrin të mbijetojnë. Pra, qelizat e këqija bëhen ushqimi i qelizave të mira, për sa kohë ne nuk e ushqejmë së jashtmi organizmin dhe trupin dhe qelizat, qoftë mira dhe qoftë këqija. Ky është procesi autofagisë dhe kjo ndihmon trupin që të rigjenerohet, ndihmon qelizat e mira që të forcohen akoma dhe më shumë, dhe ku ka më mirë se sa kjo. Çfarë mund të bëjmë ne më mirë për shëndetin ton? Mund të rishqemi shumë më të kthjellët, në momentin që ne nuk marrim glukozën si burimin kryesor të energjisë nëpërmjet ushqimit, se rrim pa ngrënë, fillojnë edhe prodhohen ketonet, që janë një tjetër burim alternativ
energjie dhe që janë shumë të mira sidomos për mendjen në momentin që ju do qëndroni shumë gjatë pa ngrënë, do shikoni se sa më të kthjellët mendërisht jeni. Ju duke mos një person që kam 50 e kusur orë pa ngrënë, do thoshit jo, nuk ka mundësi, sepse unë ndihem plot energji, jam shumë e kthjellët, tani mund të flisja pafund, mund të mbaja konferencat e tëra, sepse kjo është ajo çka bëjnë ketonët, dhe prandaj fasting është kaq fantastik, ka pafund mira, ka pafund benefite. E bëj gjithmonë, është viti 4 që e bëj në fillim të vitit, që mbaj fasting 3 ditor, sepse është fasting më i mirë, patjetër ka fasting 4 ditor, 5 ditor, unë shpresoj shumë që ta mbaj 4 ditor. Po ka dhe fasting 5 ditor, ka fasting që zgjat shumë, por më shumë se sa 5 ditë gjithmonë e këshillosh që të bëhet në kontrollin e mjekut, në klinikat posaçme që janë vetëm për njerëz që duan të bëjnë fasting të gjatë. Kështu që tani do iki të vazhdoj punët që kam, do shtrihem, do lexoj dhe do flasim sërish nesër. Mirëmëngjes. Është ora 11:20. Unë jam mësuar që në 8 në fakt, por po rria shtrirë. Jam bërë 66 orë pa ngrënë, edhe 6 orë dhe bëhet 72 orë, pra bëhen 3 ditët. Me thënë drejtën po ndihem e lodhur, e kputur. Kam vendosur që sot të rri në shtëpi, po më hahet. Besoj që nuk do janë shumë të lehta këto 6 orët e fundit. 3 ditë do ta bëj 72 orë, sepse nuk besoj që do ta mbaj dot më gjatë, që tani po më hahet shumë. Megjithatë jam mirë, tani do shohim një film me Tomi dhe do shtyp 6 orët. Nuk e di si po i shty këto 2 orët e fundit, shikoj telefonin, çdo 10 minuta për të parë orën. Ishte një moment që thash do ta lë, por shqyr që kam një burr të vërtet, një burr motivues, si më tha, nuk bëhet fjalë, po e leti këtë do të lënë ty, sepse ti ke vendosur një qëllim dhe do të shkosh deri në fund. Edhe kjo që patjetër që më kënaq, më motivon, edhe është shumë e rëndësishme që të kemi partner motivues që nuk na lën të dorëzohemi, po na shtyn që të shkojmë deri në fund qëllimeve tona. Kështu që edhe 2 orë. Kanë ngelur edhe 18 minuta. E dini cila është pjesa më e vështirë? Të kesh përballë faktin që të hash këtë dashuri të healthylicious. Dhe unë nuk e di pse po torturoj veten dhe rri përpara tyre dhe i shoh, prit t'ju tregoj se çfarë do ha dhe me çfarë do të hap fasting. Me këtë sallatën këtu, që është sallatë jeshile me pomodorini, ka fasule të zezë dhe salcë avokadot hedhur sipër, shoqëruar me një fet buk, me krem panxari, fara dhe vezën e zier. Kjo është dreka dhe kjo është darka, që është faro me lakë brukseli, me kastravec, me kungull të zier, me pak gorgonzola, me bajame. Oh, kur do t'i hakur? Se po më hahet kaq shumë prap në ditën kohë, jam shumë krenare për veten time. Është një ndjesi që nuk di si ja shpjegoj, të arrini një qëllim që keni vënë vetes, mos dorëzoni, në momentet vështira, është me të vërtet një super arritje dhe super vlerësim dhe krenari për veten, kështu që edhe 17 minuta. U bën 72 orë. Jana bëft mirë ka fshata e parë, faleminderit që më ndoqët në këtë rrugtim 3 dritor, as pak të vështirë, por shumë sfidues dhe shumë të kënaqshëm, patjetër. Rezultati shumë i kënaqshëm. Shihemi në video të radhës, mos harroni të bëni like, subscribe dhe comment.